në kohën e vapës, në veçanti në stinën e verës, muslimanët që jetuan për Allahun Azza wa Jall dhe duruan derisa ja dhan frimarjen Allahut Azza wa Jall dhe shpresuan në xhennetin Allahut, ndryshe e shiqojshin këtë verë dhe ndryshe tentonin ata të srehohen. Mirë po musliman të akhiri zamani do le të ndërsh, që në ndodhi neve që ne si desif dhe tentojmë që të freskohemi në këtë verë. Dihet se për fatë të këtë shumice muslimanve janë ata të cilët tentojnë që të strehojnë të rupin e tyre në detra të ndryshme në vende ku Allahu Azza wa Jall është i dhëruar me to. Pra le të ndërsh, transmeton Abdullah Mesudi i cili thot, ndëgjoni këtë hadith të pejgamberit Allahu, ku Allahu Azza wa Jall urdhon që ti goditet një njeri me 100 goditje në varë. E ki njeri polemizon me Allahun Azza wa Jall dhe i thot, o Zot i madh, ma leco. Allahu ja i ki një 99. O Zot, ma leco, dhe Allahu Azza wa Jall në fund vendos vetëm me një mshume të kalon këtë provim në varë. E pasi ti mshohat ati që thot Abdullah Mesudi transmeton nga pejgamberi Allahu, tha mbushet varri me zjarë dhe ke pyet Allahun Azza wa Jall, ja Rab, pse u godita me këtë mshume, me këtë zjarë? Tha për shkak se ke bon një namaz pa abdes, për shkak se Allahu t'i kiron sesh dhe pa abdes, goditet në varë a i qëni i ban Allahut Azza wa Jall namaz pa abdes me një goditje që mbushet letë ndërshëm vari. Ndërsa thot pejgamberi Allahut për ata të cilët e kanë lënë rrugën e Allahut Azza wa Jall, si me ndoni ku Allahu do t'i porosit që të vishen me petë këtë zjarit, që gjithashtu të shtrohet të pit e zjarit, të hapet një derë e zjarit, vapa e zjarit vjen në varë, derin ditën e gjikimit. Pra letë të ndërshëm, me ndoni këtë ditë, e pastaj aja vlenë vletë të ndërshëm që ne, për disa qaste të hupmi freskin në varë, në ditën e ringjalljes, duke pretendu se vap e madhe për ata ne përshkojmë në deti, se si kur mos bëkon vape s'kishmi shku. Allahu Azza wa Jall i qërton munafikët të cilët jo drejtuan shokët pejgamberit Allahu dhe i than, ku përshkonin të buk në stinën e verës, vape madhe, Allahu Azza wa Jall i drejtohet atyre, na drejtohet dhe neve dhe na thot, kul naru jahannam ashaddu harra lau kanu yafqahun. A dini se vape xhenemit është shumë vap, zjarmi xhenemit është shumë vap, sikur ato ta kuptojnë. Pra dhe të ndërshëm sot, pse ka morë hoftë të madhë lakuricia për çka këse gratë tona, motrat tona dhe nonat tona, sikur për në thojnë, si që thënë ato në kohën e pejgamberit Allahut, se dit zhegi, dit vape, pra si kur t'ishte konë freskët, na s'kishmi ndalë kështu, si kur që ne i thëjmë Allahut, banë fresk, na vesh më që ishtu është ty, amo, nësa për na banë në vape, na lakuritësomi. Ledo të ndërshëm, kjo asprova që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i kam pa diloj njerëzi në xhenem, i ka pa pejgamberi Allahut në xhenem, natën e Mirajit, amo në dunja, siri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam si ka taku këto. A dini kush janë këto dilloj? Njani prej atinve që thot pejgamberi Allahut, tha ishin disa burra që me vete bajshin bishta të lopës dhe i goditshin njerëzit, pra i bajshin zullum, dhe e dita prej atinve që pejgamberi Allahut si ka taku, se s'kan egzistu në kohën e pejgamberit Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe disa gratë të veshura të gjveshura, disa gratë të veshura të gjveshura, si pas asaj e veshme me model ma modern 2024, mirë po këta këshirëshën ta nuk ka ma shumë se 20 cm komash, nuk ka pëllëhur në trupin e vetë ma shumë se 20 cm, si pas asaj e veshme, si kur me pas dalë që shke para se me u vesh, kishte qenë ma mirë, sa ajo ishte me pijama, erdi fejuar i saj të dera dhe tha,
hajde po dalmi, tha, prit në veshna. Kur e shef, ajo ishte ma e veshur para zetet dale, se mas i ka dal. A dini vëllezër çka thot pejgamberi Allahut për to? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë për të nuhat as era në xhennetin. Era xhennetit larg tyre 40 vit. Cila gru pranon që të dëbohet nga xhenneti Allahut azza wa jall. Mirë njëri prej neve thot, dhe unë jam me ti hoxhit nderuar, për çka këse vërtet, shkoj ma ne si ma mirë kur të këthemi kiton, kejt për la me në shkon udha. Edhe krejt që ato roga që i kena grumbullu, dhe qatë kredit që e kena mor, e kena lonën edhe si vetë his në ka hetë, diçka një ditë shi, një ditë shi, një ditë breshën, e një ditë djel, pra dhe atë ndërshëm, nuk ka bereqet në ta vërtet, amo që kam i bon, jam e qunë deti apik, jam e lonë krejt, kusha burë të ju, kush kollët në shtëpi, tha unë kollë amo jësë ndonë, pra kja problemi u dhe të ndërsh, se nuk dhjet se kush i ka kompetencat me sëndu, cili është përgjegjës në familjen e ti, mirë pa mos harro, se në ditën e gjykimit ti e përgjegjës i familjes tane. Ka thonë pejgamberi Allahut, çdo burr është përgjegjës i familjes së vet. Do të përgjigjet, do të pyetët ai për bashkëshortën e vet, do të pyetët ai për fëmijët e vet, se ai çka ka bën në to, dhe si ka eduku ato, dhe si ka rujt ato nga zjarmi i xhenemit. Vëllezër të ndershëm, në ato vende ku Allahu azza wa jalla është i dhruar, po dhe në vende plazhe thot njoni, tash elhamdulillah kena plazhe halal, ku ka plazhe halal dhe të ndershëm. Kja këtë shpërdorim i fjales halal, dhe gjone këta ditë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha, e cila tha erdhen disa banues të Shamit në Medinë. Aisha nana muslimanëve i drejtohet atyre dhe i thot, a është e vërtet si që kam dëgju se ju grati qoni në hamame publike? Aje është e vërtet se ju i qoni gratë në hamame publike? Tha po është e vërtet, tha ndëgjone, kam dëgju pejgamberin Allah, ajo gëru e cila zhveshet me një vend jashtë shtëpisë së burrit dhe vetë, mes asaj dhe Allahut azza wa jall e ka shky perdën. Pra Allahu azza wa jall është ai i cili nuk e zbet rahmetin mbi atë gru. Allahu nuk e ndëgjon luqen asaj. Allahu azza wa jall nuk e mëshiron vetëm nëse pendohet. Nuk lejohet që gruaja të shkon në plazh. Nuk lejohet që gruaja të shkon pishin, qofshin edhe mkejt gra, nga se mes gruas dhe gruas ka vërret. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk lejohet që gruaja të zbulon avretin e saj para grave. Lejohet vetëm pjesët e abdesit. I vetëm pjesët e abdesit, me i zbulu flokët, me zbulu fityrën, me i zbulu karat, dhe me i zbulu vetëm kam, gruaja pi grujës. E nëse vëllezër të ndërsh, në atë plazh, në atë pishin, në atë bazen, në atë mes, ka dhe jo muslimane, nuk lejohet fare e gruaja të zhveshet. Nëse të zhveshet, ajo gru le ta din se ka idhnu zotin e vet. Ajo gru e ka hum turpin e saj. A thot pejgamberi Allahut, imani dhe turpi janë bineç. Nëse shkon njana, shkon e dita, ma e keqja vëllezër të ndershëm, se pejgamberi Allahu thot, Allahu i fal të gjithë përveç se një lloj njerëzve, Allahu azza wa jalla ka zor mi fal. Kush janë këto, ja Rasulullah? Tha pejgamberi Allahu të gjithë ata të cilët i bojnë Allahut azza wa jall gjuna publikisht. Trego tash mlash ku shkojsh, a gjunoj publik apo a gjunoj fshat? Njëri prej neve thot, o që kjo re uma në miti, o për zorë se as du me apo si detit. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, ti e zorë për zallin, atër shkomoshi ditha zall berit e shpia, po e dini se ki zall nuk është ilaç. Allahu nuk e len ilaçin ati ku e kanë ndalu. Po vallai dhe rehumën dhe dhimbtet mi baj dunjas janë shumë më të lehta se sa dhimbjet dhe vujqet e ahiretit. Mirë po mos harro se Allahu azza wa jall nuk ban ilaç ati ku është haram. Për ata sa burrën në kanë shku neve me shnosh e rehumën,
Dhe kur janë këthi me kancer. Pleq tonë se kanë ditë qka ditë. Pleq tonë s'kanë hinë zalë hiq. Apo ato nuk kanë ditë qka sheqeri. Ato s'munjën e sheqerit se kanë ditë. Ato se kanë ditën qka dializa. Ato nuk e kanë ditë qka kancer. Ato nuk e kanë ditë qka infarkti. A dini pse? Këto ndodhin që thot pejgamberi Allah, se kam shumë për të thonë, thot pejgamberi Allah, me këta e përfundoj, ka thonë pejgamberi Allah, nëse me një vend publikohet gjënoj, shkon t'i nda, Allahu ka me të sprovu me të smundje që as tërgjishet e tu, e as baballart e tu, s'ka një për ato. Për ata deti nuk është ilaç, deti është vëlledhe të ndërshëm, është telashe, është ndërshkim, e është hidhërim i Allahut Azza wa Jall. Pa ato Omer ibn Khattabi thonte, mos hini në kishat dhe sinagogat e qifudëve, se janë vende ku Allahu e i dheru ka mundësi të zbrese dënimi Allahut dhe kjo përshije dhe juve.